Përveç shtëpive të mbushura me ujë dhe dëmeve të tjera të mëdha materiale, në fshatin Hasanbek të Shkupit moti i lig gjatë mbrëmjes së të shtunës ka prekur edhe të mbjellat e banorëve. Patate, speca, domate, pjepën, shalqi, lakra, kunguj, të gjitha këto i kishte të mbjella në ara Nexhat Alili, por nga vërshimet i u zhdukën të gjitha. Kemi pas mjalt 7 folija speca, 1 foli patligjana, kemi pas në kauna 7 folija, kompira për jashtë, lagnat ishim një mundi të inqizoni, qëtë kemi pas mjëllëta, Zoti ka dashtë një ka dhonë, Zoti ka dashtë i ka marrë, qëtër që kam ju thonë. Investim pranver kemi pa 3.000 euro për najlon, qëtër nuk e di që ka t'ju thonë. Vetëm kemi tentut njerës të shpes t'i pështëm tjetër në ka intereso. Baba i Jusufit duket më i mërzitur se i biri, sepse e din se me sa mund është bërë i tër investimin në biznesin e tyre familjarë. A i në rëfem për vështirësit dhe gjendjen e ti pas gjithë kësaj që ndodhi. Se mi na në protiv Zotit, ne ka që Zotit këtë shtjetë, a na jemi ka zmit në pja Allahit, a nuk e di se shka u mo, që, por me që ta na jesmi gjallë, i kam 5-6 antarë të familjes teme, me 4 suaba jam. Me një penzi, unë penzi kam, a djemt asë në punë, 3 djemë në punë jo. Bujqësi janë damet jashtë zakonisht të mlaja, janë të pa përshkruara, do të po tani nuk e dim se... A i keni këtu? Jo, i kemi lartë atje. Mund të shkohet atje? Jo, nuk mund të shkohet. Po shifni, damet janë të mlaja, si atë, jesi në përshtëpi, pikës pare në përshtëpi shka kemi këtu, gjitha orendit, gjitha baret janë të shkatëruara, tani gjithë shka duhet të fillojt nga e para. Banorët e Hasanbekut mbeten me shpresë se autoritetet do të marrin parasysh dëmet e shkaktuara nga vërshimet e 2 ditëve më parë, ku moti i lig ka ploj Shkupin dhe rrethinën, por nga stuhia më së keqi u godit pikërisht fshati Hasanbek. Kulturat bujqësore në këtë vend kanë mbet pothuajse shkret nga vëllimi i ujit që barti gjithçka me vete.